unë me të thënë drejtën, këto kritikat e fundit janë se janë bo shumë propaganda nga gjitha palët. Në këtë rast, akuzohet pej opozita, sepse me të vërtet unë e kom përjetu edhe vetë. Unë kom qenë komisioner në konsulatën e Curit, kanë ardhur në mënyrë me të vërtet euforike, mënyra më të ultat, kur se kom thonë një fjallë të keqe kuj, kanë ardhur, po du me votu për shto, thash voto për veti, thash unë mos më të rega asgjo. A dik mu isha me ndeshku, nuk e kom ndeshku. Një rast ka qenë që aty burri e gruja dëshin me votu, po nuk e leshin burri minimu gru, se gruja ishin gjanje pak ma të keqe. Ata ja kanë nënëllu, unë e kom këthy, kom thonë, ja këtu, ndimoj grus. Edhe, dhe më thonë, nuk jom konfliktuaz, por rastet që janë reale dhe kacafytit duhet me i qitë në shesh edhe mu pa. Kacafytit e mdoja, okej, kanë fitu, për nuk kanë fituja pashin e ajrin, për nuk bën me u fyje figurat komtare, komandantët e luftës, familje e share. Familje e share, kur ka ndodhe e rast, o vrah shpirti shqiptarë. Qëto shqiptarë ka qenë i vramë. Edhe sot, me të fy një familje e tillë, ku ka filluar sakrifica e madhe e luftës, është të rëmë për neve, se kemi qenë një generatë, se kemi nda kafshatën e Bukës, me qëtë vend, e me na u fy familje e Sharaj, mu fy komandant e luftës, nuk është të drejtë. Mu fy nga pozita, është shumë e pa drejtë. E kjo gjapën e munon. Edhe punishtat e familje e Sharaj, më kujtohet i madhi, Jashar Salia, ka qenë kryetari i fondit vendin një atërat, edhe një interviste në një televizion zviceran. Edhe tha, e pyetën a mund të ndarë një luftën. Jo, tha. Ata tha kanë mytë një familje të Adem Jasharit, po tha i gjithë kombi shqiptarë tash është Adem Jashar. Kështu që gjithë shqiptarët janë Adem Jashar. Gjithë shqiptarët janë familje Jasharit. Ju lutem larg duart nga familjet e dëshmorëve, larg duart nga ata që kanë dhënë gjymtyrë të trupit. Kësha lutë, mos se është pjesë e dhemshme e secilit prej nesh